Mirëmbrëma. Sonte është mysafir Luan Shllaku. Luan Shllaku është ekspert në dyja lamit të cilat duken se janë kundërthënëse, është ekspert i energjisë, është ekspert i mbrojtjes së ambientit. Këto dyjat, pos shumë gjërave tjera me cilat është marrë gjatë jetës, e kam përcjell si konsistencë. Mirëmbrëma, Luan. Mirëmbrëma. Do të përpiqem me një ngjarje e cila mund të shndrohet në metaforë. Lahni, trajner i boksit, lojrat ballkanike mbahen në Prishtinë, ai e stërvit njërin prej boksierëve më të mirë të Kosovës. Kosova ka pas atëherë një listë të shumë të gjatë dhe të mirë të boksierëve, dhe në raundin e parë, raundin e dytë lufton boksieri ynë kundër kundërshtarit. Në raundin e tretë e han një knockout dhe e tërheq Lahni te vendi aty ku duhet të ulet në ring, dhe ai kthehet e thot Bacala, kush është ky me dritën. Kjo më duket si një metaforë për gjendjen e tanishme, për cilën ti ke shkruajt gjatë. E kjo është se energjetika kosovare është në një moment ku, për shkak se është zhvillu heret, është zhvillu kryesisht në mes viteve 60 dhe 80, teknologjia mundet me ardhur deri në raundin e tretë, ku për njerë bjen një knockout edhe do të pyetemi kush e fiki dritën. Kur do të jetë raundi i tretë? Shumë pyetje mirë. Shpresoj që shumë shpesh duani ju me bo podcaste se intervju, sepse po shoh se e keni një mënyrë shumë kreative për me bo do pyetje të rëndësishme. Ne jemi afër raundit të tretë. Ta themi se jemi të qëndru në dytën akoma dhe s'po na shkon aq keq, por i kemi shenjat e para se 2-3 grushte i kemi marrë, që akoma s'ne kanë fik dritat. Para së gjithash, më lejo të them që të falenderoj që në podcastin tënd ke vendosur më marrë me energjetikën. Me fjalë tjera ke sjell energjetikën në terren kryesor. Me qenë se folëm parës për boksin, tash nëse flasim për tenisin, e kemi gjithmonë një main court, një terren kryesor ku luajnë lojnat e mëdha, dhe i kemi ato lojnat të cilët jo janë aq të ndarë në terrene të vogla, dhe të falenderoj që e sollën terren fort energjetikën, sepse është një lami që definitivisht ka nevojë për të diskutu shumë më tepër. Energjetika nuk është vetëm ajo ku ne flasim për megavate, megavatore, diçka aq më tepër që i ngatrojmë vazhdimisht, dhe unë shoh çdo ditë që ndodh se byles për njerëzve të cilët do duheshin me qenë mjaft kompetent për pozitat që mbajnë ngatrimin e megavatit megavator, që është një, ta them, gaf shumë i madh, por si do qoftë, themi të boksit. Po unë po të premtoj që s'do të pyes ty cila o diferenca. Por mund them se të merresh me energjetik do të thotë merresh me shumë gjëra. Në rënd të parë merresh me ekonomi, Nuk ka ekonomi pa energjetik, ndoshta kishte me qenë mbretnesha e ekonomisë energjetika, sepse ajo është e vetmja e cila kushtëzon një zhvillim në të ardhmen. Merresh me energjetik, s'do të thotë që ti jesh në kundërshtim me mbrojtjen e ambientit, do të thotë që energjetika e udhëhequr mirë mund të jetë mënyra më e mirë e mundshme e veprimit për të përmirësuar cilësinë e mjedisit. Okej, edhe po e ndërpresim aty. Ne kemi teknologji e cila ka fillu me Gjermaninë lindore. Më thonë, Kosova A ka fillu me teknologji Gjermanisë lindore. Në fakt, Gjermania lindore më duket i ka pru 2 gjëra të mira në Kosovë, Kosovën A dhe Birrën, të cilat janë zhvillu me kohë. Por, do më thonë, po flasim për kapacitete energjetike të ndërtuara në socializëm, në kohën kur ne jemi para revolucionit të ri teknologjik të inteligjencës artificiale. Edhe prap po kthehemi te kjo, kur do të na ndodhë dhe si do të na ndodhë raundi i tretë. Po, derisa akoma flasim për kapacitetet të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm në Kosovë. Unë zdia do të kishim rrymë tash nëse s'do të ishte kjo teknologjie
e Gjermanisë Lindore, e cila u fut në funksion 1962. Me fjalë tjera, një pjesë e madhe e barrës që ne kemi akoma dritë dhe mos jemi në raundin e tretë, i takon një teknologji tepër të vjetër. 62 u ndërtu një fazë e cila kishte shumë pak një kapacitet shumë të vogël prej 80 megawattëve fuqi, e cila edhe ashtu nuk shkoi e gjitha për Kosovën. Kosova fillojnë të 20-at për me pas disa turbinat vogla me ujë dhe me i ndes poqet e para, sepse ekskluzivisht prodhoi rrymë për poqe, por në 62-shën ne na u thanë mund të prodhoni diçka më tepër që mund ta pus industrinë në lojë, por një pjesë e madhe duhet shkoj në Shkup, sepse në Shkup është industria e prodhimit hekurit, qelikut, që e kishte emrin Tito Vizavodi atëherë, dhe Hekurana e Shkupit, e cila u bë mundur në një mënyrë të funksionalizohet dhe fal infrastrukturës që e ndërtuan për te, që në vitet e 60-ta ishte faza e parë e Kosovës së. Më vonë në 70-ta edhe vazhdoi deri në 80-tat. Në fillim të 70-tave, fillon faza e dytë, mandej faza e tretë, katërt edhe pesë, u bën pak më thellë në 70-ta, duket 73, 4, 5, dhe kështu kompletu Kosova A, e cila i ka 5 faza të them, dhe ka një kapacitet transition, sidomos për atë kohë, ndërsa sot punon me 3 faza. 3 faza do të 3 impjante, 3 tymtar, ju do ta shihni nëse shihni nga larg, aty ku janë 5 tymtar njëri pas tjetrit, shihet edhe një 6 i ngrohtores, po me fjalë tjera ajo është Kosova A, ndërsa Kosova B është ajo që duket me atë tofsin e madh, me një formë krejtësisht ndryshe nga kjo tjetra. Ajo është teknologji franceze. Ajo është teknologji franceze dhe gjermane. Me fjalë tjera, ka qenë kombinimi i dy teknologjive që në të kohë, por edhe sot janë teknologjit më të forta. Dhe zakonisht ndahen te termocentrale teknologjit që e bojnë bojlerin dhe teknologjit që i bojnë turbinat. Kështu që nëse i kombinon mirë me prodhues, në këtë rast barci teknologjisë i merr këto pajisje nga Franca dhe Gjermania dhe e bojnë një Kosovë B e cila ishte shumë persistente. Mirë, do të thonë gjendja është kjo. Ne po i shfrytëzojmë frytet e socializmit dhe njëkohësisht po e denohemi me teknologjinë sepse kemi të bëjmë me ndotje të tmerrshme të qytetit dikun 300-400.000 njerëz e pësojnë pasojat e ndotjes. Dhe kjo është gjendje e cila vazhdon prej vitit 1960 deri më sot, pra 65 vjet pothuajse nuk kemi ndonjë vendim i cili do të ndryshojë këtë gjendje. Po, Kosova është ndoshta edhe pak edhe në Ginis me u futë, s'dia futën dhe institucionet Ginis apo vetëm njerëzit të gjitha, po ajo mund të futet si një ndër Moskoft më e vjetra termocentrale në botë. Unë e gjeta një hulumtova pak, e gjeta një në Indi, e cila do të thonë flas për termocentralet që janë funksionale akoma, e cila akoma aty diku është, mirë po unë zakonisht them Kosova A më përpara do të shembet se sa që do ta ndal dikush. Dhe këtu kemë të bëjmë edhe me mënyrën se si ne i qasemi. Vetë shembet, se sa që dikush do ta futë në strategji atë moment kur ne duhet themi e mjaft më, s'mund të presim më tepër, aq më tepër që roli negativ i një prodhimit të tillë, vetëm për hir të mbajtjes së rundës së tretë, ne jemi tu sakrifikuar shumë njerëz tjerë jashtë ringut.